Gati për një Primark haul, po bëmi gati edhe për valizhen e maternitetit, kështu që këtu kemi edhe ca produkte për këtë pjesë. Filloj me produktin e parë, një palë shapka plastike për në spital që ti përdor edhe ti lë atje. Edhe mora këto. Edhe për partnerin, një palë shapka duhen patjetër për te spitali, për partnerin. Të mia 6 euro, për burrat 7 euro. Pse më shtrenjtë për burrat apo janë më të mëdha? Ka marrë këto nuk janë për të spitali, por i mora gabimisht sepse supozohet të kishin edhe ato kapset, po do ju a blej rrugës edhe ato. Sa bën këto? 3 euro. Që kur ti bëj flokët me Dyson, ti mbështjell këtu edhe ondet të mbajnë çik më shumë, më gjatë. Si të harxhosh lek kot me pak fjalë. Vazhdoj me gjërat e spitalit, ka marrë organizues për make-upet, për produktet e higjienës. Është kjo e madhja, e cila ka edhe 2 të vogla brenda. Shi sa cute është? Plastik me shumicë, do t'i përdorim edhe nëse nuk ja vlen do t'i hedh pastaj, nuk do mvi keq domethënë. Por besoj se do jenë okay për produktet e kozmetikës. Si këto shapkat mund t'i kem të gjitha ngjyrat në shtëpi, i përdor disa muaj dhe pastaj bëhen për t'u hedhur normalisht, po me që ishin me ulje nga 95 i mora edhe të zeza. Për pas spitali, do me thëmë pas periudhës së lindjes, se ndoshta nuk do i kem shumë mundësi të dalë dhe të blej gjëra dhe e dimër, mora një palë streqe, kafe, ngjyra që ka dalë tani në modë, të ngrota për dimër për shëtitje. Edhe ishin 8 euro, pas kanë qenë çik. Çorape për në maternitet, 3 palë, ngrota, termike, se thonë që ke ftohtë mbas lindjes. Këto ishin për yoga, po më pëlqyen, e thash, okay, po i marr edhe këto. Edhe këto më pëlqyen, nuk besoj se do jenë kaq të nevojshme, kaq shumë, po i mora nga ngjyra, cute, edhe si rezistova dot. Shumë çorape domethënë. Çfarë duhet blej një njeri që bëhet gati për të shkuar në sallën e lindjes edhe çfarë blej unë? Ishin vetëm 1 euro, jo 50 cent. Edhe i thash Mauricis ti marrim këto se ndoshta i bëjmë dhuratë ndonjë doktoreshe, ndonjë shishe verë, ndonjë gjë, mendimet e mia. Por i mora se më pëlqyen, qoftë edhe për Krishtlindje, letrin aty se 50 cent ishin. Nga ko me raqe, me pak fjalë. Shumë veshje kam marrë, jam munduar të marrë pulovra edhe gjëra që do mduhen për pas lindjes, po do ju bëj një tjetër haul duke i provuar këto veshjet. Më thënë bluzë, kanatiere, streqe, cardigan, pullover. I kam marrë pa provë, se dia si më rrin. Edhe për spital, për të ndetur ngrohtë, se si që ja thash, e kam lexuar vazhdimisht që ke shumë ftohtë. Pas lindjes, kam marrë këtë robe disham, quhet kjo? Po, robe. Me qënë se bijamet e spitalit i kam marrë ngjyrë kafe, mora këtë. Ja, kështu. Bukur, si ta bëjmë çantën e spitalit, pak interesante dhe të harrojmë sikletet që na presin. Shihemi te një